të hapësirave publike do t'jetë një nga pikat kryesore të fushatës suaj për të kërkuar votën e kryeqytetasve më 9 nëntor? Po zot, nuk është aksion. Aksionet fillojnë dhe mbarojnë, kjo nuk mbaron. Nuk është aksion. Është një operacion final i metastazave të fundit të kancerit 30 kusur vjeçar. Nuk është aksion, nuk ndalon kë. Do vazhdojmë, prap në theth, prap, atje në theth, prap, por ndryshe nga hera tjetër, u kap në kohë dhe tashi do shikoni që do bjerë në tokë. Kështu që kjo vazhdojnë. Vetëm se tani nuk vazhdojnë më si maseve miun, tani me këtë paket të re ligjore, pasojat janë aq të mëdha për ata që i marrin këto iniciativa, sa që nuk besoj që do jetë si më parë. Kështu që gjithë kjo kurrë brendse do shkoj dhe do bjerë në fund. Nuk diskutohet, kjo nuk ka lidhje fare zero me pjesën tjetër të pyetjes. Po, edhe ja pa atë, po se vetëm të më thua, qa i thosha ati gjithë kohës në vesh, se nuk e mora vesh. Punoj në njërin televizion? Pse konsulte i gjithë atë që në vesh? Jebe që mikrofon. Për qa konsultohesh një gjithë kohës? Po jebe për pat mikrofonit është? Po qa pytet bësh ti tash ti do bësh pyetje për para kolegës? Tani ti dukesh nga larg që dhe djalë qytetar dhe një prit. Po kolegë. Po. Më fal, do ta jap më një herë. Ku e ndjes? Urdhë. Razila Muslimaj nga Report Televizion. Çfarë po i thosh aty vesh gjithë? Jam pak rëndësika. Ja, edhe ai të mësoj si vinjesh, po ti nuk do vinjesh. Unë thuaj. Pak rëndësika sepse nuk ishte lidhje me temën. Po pas kishte lidhje me temën, ajo u pa shumë e qartë, por ishte konsult intime. Unë thuaj. Intime jo, po jo, intime në kuptimin domethënë ishte një muhabet tjetër. Duhet të pyesja të lidhur me disa reagime të ashpra tuaja publike lidhur me disa gjyqtar, pikërisht për vendimet që kanë marrë me ndërtimet pa leje apo zënien e hapësirave publike. Pra nuk keni marrë veç se me ndërtuesit, por i marrë gjatë edhe me gjyqtarët. Ka patur një reagim për këtë nga Unioni i Gjyqtarëve edhe nga KLG-ja, duke cilësuar si cënim të pavarësisë së gjyqësorit. A e cënon zoti kryeministër pavarësinë e gjyqësorit retorika juaj e ashpër ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe njerëzve të drejtësisë? Dhe a është në kompetencën tuaj ti komentoni vendimet e gjykatave? E kuptoj. Tani faleminderit shumë për pyetjen se është në rëndësi. E para, unë jam marrë me ta dhe do merrem prapë me ta për një çështje të interesit publik, jo për një çështje lidhur me ndonjë individ, po është një çështje interesit publik. Dhe është një çështje edhe personale, sepse ata të Unionit janë ata që shkojnë në gjykatë kushtetuese dhe kërkojnë rritje pagash në mënyrë të vazhdueshme, mos gabohen. Prapë kanë kërkuar rritje pagash. Sepse u bë një rritje pagash dhe u te i kalua skema natyrale e çdo shteti e piramidës pagave, vetëm për një arsye, për t'i dhënë fuqi gjykatësve dhe prokurorëve në funksion të reformës drejtësi që të ndiheshin të mbështetur dhe të pavarur dhe të mirë paguar. Dhe janë më të mirë paguarit në rajon. Por kjo nuk do thotë që në të gjithë historinë e këtij vendi ata duhet të vazhdojnë të jenë mbi presidentin e Republikës. Dhe kjo nuk do thotë që sa herë triten pagat e mësuesve, punonjësve të policisë, të mjekëve, të infermierëve, pagat e tyre duhet rriten, se duhet jenë gjithmonë më lart, jo. Më le të mbaroj tani se ma bëre pyetjen.
Tani kështu është kur bën pyetje interesante do të dëgjosh përgjigje më të gjatë. Pra këta janë ata të unionit që të jemi të qartë. Dhe u shqetësuan ata. Po unë si t'ja bëj tani. Sepse në momentin kur qytetarët me shumë të drejtë denoncojnë dhe thonë kemi këtë tu, na ka zënë rrugën. Një nga këto masat e sigurisë ishte marrë për një godin ku jo metaforikisht, literalisht familjet kalonin përmes lokalit që të çonin fëmijët në shkollë. Nuk kishte nga kalore. Ishte zënë rruga komplet midis dy pallateve dhe për të dalë në rrugën kryesore, ata duhet futeshin nëpër lokale. Dhe tani, ç'a ti them unë atyre familjeve t'i kap tek t'i them shiko se nuk e keni nga unë dhe nuk e keni nga qeveria këtë gjë, se ata me drejt tonë ja. E shikoni ja. U korruptuat, ju dha lekët, ju bëri këtë, ju bëri atë, se kjo bën mu, si su hoq kanë shumë drejt. Si do kaloj me stok ata thonë shqyqyr erdhi kjo ditë që t'na hapet më në fund rruga. Tani si bëjmë të pushoj, mos flas fare, dhe ata le të vazhdojnë të rinë me idenë që ma dhanë mua votën 83 mandate që të vazhdojnë të rinë me atë zaptusin atje, që shkon kap një gjykatës dhe gjykatësi komplet pa lidhje i merr mas sigurie në orën 8 mëngjesit tek as nuk e di fare se për çfarë merr mas sigurie, se ai bindur që ai nuk e ka pa fotografi, nuk e di se për çfarë bëhet fjalë. Se po të sheh para të fotografi, do ta mendonte si për veten e vet, do thoshte jo, m'fal, këtu ti s'merr mas sigurie. Mas sigurie për ndërtim baleje. Si merret mas sigurie për ndërtim baleje? Mund të ma thuaj çfarë mas sigurie do marr për ndërtim baleje? Çfarë do gjykojë gjykata për ndërtim baleje? Dhe arsyeja e vetme në këtë rast është që jo vetëm është interes publik, por është dhe personale. Në kuptimin e raportit me qytetarët dhe në kuptimin e dinjitetit të gjithë qeverisë. E të gjithë këtij operacioni, se ndryshe nëse njerëzit thonë këti ja lan, këti ja hoqën, atje ja lan, atje hoqën, s'ka më asnjë lloj dinjiteti kjo punë. Dhe njerëzit do ta dinë, aty ku nuk hiqet, nuk është qeveria. Nuk është bashkia, nuk është inspektoriati, nuk është policia, është ky. Me emër dhe me mbiemër dhe me portret atje. Anatemin publik. Po ky që po them unë nuk është anatemin publik. Më fal, lere për lere strukturat. Ky që po them unë nuk është anatemin publik. Kjo është shkelje haptazi e ligjit. Është shkelje haptazi e ligjit, këtu nuk kemi çfarë diskutojmë fare. Dhe është e vetmja mënyrë që unë kam gjetur, e di shumë mirë unë atë që thua dhe jam dakord. Nuk është normale, nuk është fare normale, pa diskutim. Po ç'a të bëj unë tani, ma thuaj. Si t'ja bëj unë? Ç'a të pres unë? Të pres inspektorin e lartë drejtësisë. Atë të pres. Që amniston në tavolinë gjelin e thethit. Dhe gjën më flagrante, që është mosfillim, do që shpall mosfillimin e çështjes pa e hyrë fare të fakteve. Ç'a të pres? Dhe nuk kam folur. Por ama momentin kur do shkelin popullit atje, jo politikanët, jo këta, unë kam rezerva sa dush për plot gjëra që bëjnë ta. S'flas. Kam plot, s'flas. Po kur shkelin me këmbë këta, popullin, që në pikë cabau, dalin atje, pa pikë përgjësie, i paguan ky popull ata si frëngu pulën. I kemi dhënë pavarësinë që se kanë pasur që ka 1912. Po deri tek marrja e fytyrës në publik, ndërkohë që ata si njeh njeri fare. As nuk i njeh njeri si di fare, as kush janë, as çfarë bëjnë, edhe i japin vetes super pushtetin që ti thonë një lagje e tërë, hikni mos se si llogaris fare se do jap mas siguri e këtij. Kjo nuk ndodh. E kuptoj që nuk është normale, por tani
jam normalizuar jashtëzakonisht shumë nga ç'kam qenë. Mos prisni ai. Jo, nuk është çështje reformare e drejtësisë, se këtu janë bër prishjet e dynjas dhe masat e sigurisë nuk janë po aq sa prishet, janë një numër i vogël, por ama as nuk duhet të ketë as një masë sigurie për ndërtim baleje. Çfarë do të thonë masë sigurie për ndërtim baleje? Çfarë do të thonë? Ma thoni ju çfarë do të thonë? Masë sigurie për ndërtim baleje. Si më nga masë sigurie për ndërtim baleje? Nuk ka asgjë që justifikon ndërtimin baleje. Hiç, se nuk është një gjë që ti e bëre në një moment caktuar. Edhe e bëre, okay. Ajo është veprimtari e planifikuar me muaj. Si do ta justifikosh ti këtë? Kështu që të jap të drejt, po nuk kam se si ja bëj ndryshe, sepse është komplet e pa tolerueshme për mua që të shkelet me këmbë një komunitet i tërë familjesh dhe të mendojnë ata që halli i tyre vazhdon sepse nuk zbatohet ajo që unë kam thënë. Kjo nuk ndodh. Ta dinë ata që po e keni peshqesh nga ky tipi që e di veten super pushtet. Se pavarësia kushtetuta thot janë 3 pushtetet pavarura, nuk thot është njëri. Janë 3. Cila është pavarësia ime këtu dhe pavarësia jonë këtu? Çfarë pavarësie kemi ne? Pavarësi për të marrë vendime dhe për të zbatuar vendime. S'kemi pavarësi tjetër. Ata kanë pavarësi për të gjykuar ligjshmërinë e vendimeve tona. Po jo për të gjykuar se a duhet ta marrim ose duhet ta marrim vendim. Këtë nuk mund ta negociojmë ne. Këtë se negociojmë do të me tane. Ata të bëjmë punën e tyre, ne kemi punën tonë. Parlamenti ka punën vetë, dhe të 3 pushtetet pastaj kanë pikat e tyre ndërveprimit. Por që kjo nuk është normale, nuk është normale, por nëse kjo nuk është normale, ajo tjetra është kriminale që bën ata. Mas sigurie për zaptus është kriminale, është bashkëpunim në krim. Kjo ime s'është normale, e pranoj s'është normale. Shpresoj që mos marrim në masa sigurie që të më vënë në këtë pozitë. Po me problemet dhe me masat e sigurimit. Ka diçka kontradiktore në atë që thoni dhe në atë që propozua. Ju e pranoni, e tha vetë gjatë fjalës tuaj, që institucion shtetëror, ata që janë institucion kontrolluese, kanë dështuar, për këtë arsye kemi 1, 2, 3, 4, 5 probleme me ndërtime pa leje, me tekalim të lejes e tjera.